Miq të dashur të programit të mëngjesit, sot po ju lajmërohemi nga një pjesë e kryeqytetit ku bashk flasim për kohën e luftës. Në një kohë kur të gjitha shkollat i kishin mbyllur do të thotë dyert, Fadel Bajraktari është njëri prej atyre personave që e hapi një shkollë do të thotë shkollat tenda dhe përmes atyre shkollave, përmes atyre klasave, ai po ashtu vazhdoi të u jap mësim të gjithë nxënësve, duke treguar kështu që edhe në kushte të vështira ne mundemi po ashtu edhe të realizojmë mësimdhënien, por po ashtu edhe mësimdhënien. Së bashku i flasim të gjitha këto vështirësi dhe po ashtu dhe sfidat e ndryshme sa i përket asaj kohe do të thotë i flasim me ish-mësuesin e luftës Fadel Bajraktari, i cili është tashmë këtu pranë meje. Zotri Fadel, mirëmëngjesi, faleminderit shumë për kohën, është kënaqësi. Mirësi, keni ardhur ju. Është si sa ju, unë jam Fadel Bajraktari, tash punoj në Ministrinë e Ekonomisë. Gjatë kohës së luftës si student kam filluar punën si mësues në rrethana shumë të jashtëzakonshme, po të cilat më kanë lënë një mbresëll, një përjetim veçantë gjatë jetës, ndoshta edhe më kanë ndryshuar edhe mënyrën e të menduarit dhe të jetuarit. Padyshim që po, zotri Fadel, pikërisht këtu kisha dashur më ndalë me më tregu pak më shumë se në çfarë rrethana realizoi në atë kohë mësimi, kisha dashur me përshkruaj pak atë situatë se është dukur një shkollë tendë ta quajmë kështu. Pas fillimit të luftës në zonën territorin e Drenicës, popullata detyruar të zhvendoset në male. Dhe si nevojë që fëmijët mos përjetonin traumat, mos përjetonin ato rrëfime që dëgjoshin çdo ditë për vrasjen, për gjë të keqe që ndodhin në kohën e luftës, vendosëm që me bashkëfshatar, me mësimdhënës, që të formojmë një shkollë tendë, e cila mendimin e parë ishte vështirë të realizohej, jo si objekt, por si mënyrë e të mësuarit, për shkak se rrezikohej jeta e fëmijëve nëse i ngromullojshëm me një hapësirë të caktuar. Mirë po, pas shumë bisedave me mësimdhënës, me popullatën dhe me prind kryesisht, po ashtu edhe me ish ushtarë të UÇK-s, vendosëm që të fillojë një proces mësimor në mënyrë që fëmijët ta kenë një rutinë të përditshme të mësimit, që t'ju zhvendoset vëmendja nga përditshmëria e luftës. A mbani mend se në cilën pjesë janë realizuar do thotë këtu shkolla tenda dhe po ashtu po duam me ditë pak edhe në lidhje me grup moshat e nxënësve që kanë qenë aty dhe po ashtu edhe në lidhje me të gjithë procesin e mësimit që është realizuar aty. Shkolla ka qenë vendosur mes fshatit Kishnarek dhe Berish me një grup të malit dhe ka ndodhur që deri në 300 nxënës të vijojnë mësimit, sepse vinin fëmijët nga fshati Kishnarek, Komoran, Llapushnikë, Arllati, Berisha, fshati i ri, domethënë popullata që ishte zhvendosur nga shtëpitë e tyre që ishte vendosur në grykat e asaj pjese të malit, vinin dhe mësonin ato. Në klasa 10, 15, 20 deri 25 nxënës ka pasur një klasë. Dhe mësimi është mbajtur nga klasa parë deri në klasën e 8, ashtu siç ka qenë në gjitha shkollat tjera. Qysh ka qëndruar zotri Fadel gjithë kjo pjesa sa i përket edhe materialeve mësimore dhe po ashtu po du më ndal pak se sa ka qenë vështirë, do thotë, a ka pasur vetëm një laps dhe një fletore apo ka pasur edhe materiale të tjera? Ndonjë nxënës që ka arriti marr librat nga shtëpia i ka pasur me vete, shumica nuk i kanë pasur nga një laps fletore, të cilat ne i ka pasur sjell unaseri. Por nxënës që vinin pastaj, që vinin të jetonin atë pjesë të malit në të gryka, ka pas raste që nuk kanë pas as lapses fletore dhe kështu i kanë huazuar me zveti fëmijët. Qysh ka ndikuar gjithë shkolla do thotë edhe të gjendja e nxënësve? A i ka ndihmuar shkolla dhe gjithë mësimdhënia që mbas edhe të largojnë pak mendjen nga lufta dhe nga gjithë rrethanat që ishin atë kohë duke ndodhur në Kosovë, apo shkolla ju ka ndihmuar pak me e largu edhe vëmendjen nga këto situata? Ka ndryshuar komplet rrjedha e jetës në atë gryk. Për shkak se filloi jo vetëm të nxënësit, po edhe të prindrit e familjarët në një mënyrë krejt tjetër e mendunin, sepse nxënësit zgjoshin mëngjes, mendonin për detyrat që i kanë për procesin mësimor, pastaj vinin në shkollë mësonin diçka, merrnin detyra, kur shkonin në shtëpi tenda, fillonin të mendonin me përsërit ato mësime, edhe filloi komplet një jetë ndryshe të menduarit
në ato male, ka ndiku shumë pozitivisht që fëmijët mos përjetojnë traumat e përditshme të luftës. Padyshim që po dhe diçka shumë e rëndësishme, do thotë më po vjen shumë mirë për kontributin e juaj dhe po ashtu po vjen shumë mirë që nxënësit në atë kohë kanë pas mundësi që pavarësisht rrethonave që kanë qenë në Kosovë të cilat do thotë dhe i dim se si është një gjendje lufte, si ka qenë një gjendje lufte këtu në Kosovë, ata kanë pas mundësi që po ashtu të mos i lënë anash edhe zhvillimin e jetës së tyre dhe po ashtu dhe të po vjen mirë që keni kontribuar do thotë sa i përket kësaj pjese. Kisha dashur me u ndal pak edhe te pjesa se a ka qenë ndonjëherë në rrezik jeta juaj qoftë gjatë mësimdhënies, a ka pasur ndonjë rast ku jeni rrezikuar? Po, ka pas raste, ka pas granatime që kanë ndodhur afër shkollës, ka pas raste që kanë ndodhur granatime gjatë rrugës që kemi shku të shkolla. Mirë po, nxënësat paraprakisht janë trajtuar nga ushtarët e QK-s në mënyrë që nëse ndodh granatim të një proske ka qenë afër shkollës që të kalojnë ato dhe të shtrihen atë pjesë në mënyrë që të jetë jeta atyre më e sigurt. Edhe vendi ku është ndërtuar shkolla është menduar që të ketë një hapësirë ku fëmijët në rast nevoje të kalojnë në pjesën e strehimit. Granatimet kanë qenë përditshme. Për fat armiku ka qenë kogja larg, mirë po granatimet me artillerit në rand kanë qenë përditshme. Fëmijët në fillim i merrnin kogja me frikë. Mirë po dikur mësuan edhe ju dukej fillon me kriju bindjen që ndoshta edhe në shkollë edhe me ra nuk ka çka ju ban ato, sepse najlloni që ishte vendosur në shkollë është më i mirë se sa në pjesë tjera ku i kishin familjet të tillët. Zotëri Fadele, pikërisht përmes kësaj do thotë keni dëshmuar që arsimi mund të i qëndrojë do thotë edhe situatave të tilla të jashtëzakonshme. Kisha dashur me di se çka ju mbante të motivuar gjatë asaj kohe, gjatë mësimdhënies tuaj? Motivimi, për shembull edhe tash e kam aty pamje ato, sikur më duket po i shoh tash, ka pas zonë që kanë ardhur zbathur. Dhe kur e shih ti si një fëmijë vjen të zbathur kanë valt, atëherë nuk vjen të motivit, vjen të energjia, deshte nuk deshte, që t'ju përkushtohesh më shumë se sa 100%. Nuk ka ndodhur asnjëherë që nxënësit vinë pa i plotsu detyrat dhe pa i mësu poezit, sepse shumë herë mësimi ka ndodhur improvizu në bazë rrethonave. Ka ndodhur për shembull që ka pas granatime, është dashur me ndryshu komplet temën e mësimdhënies, edhe me fol për krujen, për qendresën e Skënderbeut, për mbijetesën e shqiptarëve gjatë shekujve, në mënyrë që aty në t'ju vje një vetbesim edhe më i madh nga bashkëbisedimi që zhvillon në ato. Mu po vjen shumë mirë që përmende pikërisht edhe këtë pjesën e interesimit të nxënësve dhe po ashtu edhe përgatitjes së tyre. Kisha dashur me u ndal pak më shumë edhe te ajo pjesa se ç'shihni sot, a është mbase edhe motivi i njëjtë dhe përgatitja e njëjtë sa i përket nxënësve këtu në Kosovë të shkollave të ndryshme? Para se dalë të kjo temë, do të shtoj se ndikon 60-70% aty në nxënësve që kanë qenë në shkollë e kanë përfunduar universitetin. Domethënë, mund të them lirisht se është ndoshta gjenerata me suksesin më të madh që kur është themeluar shkolla e Kishnarikës së Komaronit edhe Llapushnikut, sepse kanë qenë nxënësat aty në zona kryesisht më shumë. Ndërsa sot mësimi ka nevojë për ndryshime, ka nevojë për reformim, ka nevojë që të përshtatet dhe zhvillohet krahas arsimimit të shtetit të zhvilluar. Ka nevojë që prindit përkushtohen më shumë me fëmijët e tyre. Ka nevojë që fëmijët ta mësojnë teknologjinë, po mos jetë teknologjia gjithçka në jetën e tyre. Të mirën edhe me libra, të mos mbështeten vetëm te telefoni apo laptopi. Do thonë, ka nevojë që plan programet arsimore ndryshojnë, të përshtaten, të reformohen. Jemi në kohën kur zhvillimet ndodhin shumë shpejt. Unë e di, kemi qenë fëmijë nxënës, ndryshimet kanë ndodhur shumë rrallë, me të njëjtat tekste ndoshta 10 vjet, 15 vjet është dashur të punohet, sepse rrethona të tilla kanë qenë, ndërsa sot teknologjia ka avancu, shkenca ka ndryshu, qasja ndaj arsimimit në botë ka ndryshu, ne do të mendojmë për koncepte të reja të arsimimit, në mënyrë që fëmijët mos ta ndjejnë barr, mos ta ndjejnë obligim dhe detyrim mësimin, po ta ndjejnë kënaqësi dhe tarme për jetën e tyre.
Zotëri Fadel, në fakt e përmendë një çështje shumë të rëndësishme për cilën tash më kujtohet dhe më të pyet sa i përket të nxënësave dhe fëmijëve, do thotë që kanë qenë atë dhe që kanë marrë mësim nga jo. Unë besoj që mësuesit janë ata të cilët ndikojnë shumë në formimin e karakterit të nxënësve dhe po ashtu ndikojnë shumë edhe kush e di se sa mund të arrijnë do thotë më pas. Mësuesit janë ata që mbasi ne dhe i rikujtojmë çdo herë gjatë fazave të ndryshme të karrierës sonë. A keni tashmë kontakt ndonjëherë me ta dhe si kujtoni këto kohra së bashku? Pjesën më të madhe kemi kontakt, i kam tash shok, i kam miq. Është mirë që ka nga ta doktor shkencë, magjistër, ka profesor të ekonomisë, ushtarak, me thonë, ka gjitha profesion, ka biznismene, sepse edhe vajzat, asaj gjenerate, kanë përfundu studimet, ka mësimdhënëse shumë dallune, i takohemi shpesh, i kujtojmë me nostalgji, me kënaqësi, bisedojmë, me thonë, raporte miqësore, shoqënore. Po më vjen shumë mirë për këto, nuk po du me lënë anash edhe pjesën e të punuarit si gazetar, do thotë ju gjatë kohës së luftës, do thotë përveç pjesës së kontributit në arsim, ju po ashtu keni kontribuar edhe në pjesën e gazetarisë. Po, kam pas fatin që gazetarin ta filloj në kohën e luftës, dhe me thonë, ndoshta dy profesionet që në jetën tonë dhe në shoqërinë njerëzore janë shumë shenjta, arsimimi, ku punohet për të ardhmen e fëmijëve, dhe gazetaria, ku punohet për vërtetimin e të vërtetës, rrëfimin e të vërtetës. Të dy këto profesioni kanë filluar në kohën e luftës. Ndjehem mirë që kam pas mundësi t'ju përkushtohem këtyre dy profesioneve. Gazetarinë po ashtu kam filluar në luftë. Do thonë shkrimin e parë kam bërë në rrethana të luftës, një pjesë në borë, në hapësirë të jashtme, me një lapsë, me një fletore, dhe me thonë me mjete rrethanore të asaj kohe, sepse nuk ishte telefona, nuk ishte kompjutera, nuk ishte teknologji që kemi sot, po as që kanë qenë të asaj kohe, sepse dohet të raportohej me mundësi që i kishëm për të dërguar informacionin jo vetëm në trojet shqiptare, por në gjithë botën, për atë që ka ndodhte në Kosovë. Padyshim që po në fakt si që the edhe të dy profesione shumë të shenjta, e sidomos kur realizohen në rrethana të kësisojit, do të thotë. Po, shumë e vërtet. Në rrethana lufte, gazetaria është një mision shumë i vështirë në kohën e pasës. Bërsa kur flasim për në kohën e luftës është edhe shumë më i vështirë, sepse përveç se je rrezikun në çdo moment fizikisht nga sulmet e armikut, do të mendosh çdo ditë se çfarë të plasosh, do të luftosh çdo ditë që të mbledhësh informacione sa më shumë, sepse një informacion më shumë ndoshta në atë kohë i ndihmonte popullatën, ndoshta ndikonte edhe në shpëtimin e jetës së qytetarëve, sepse armiku i ynë ka qenë gjakatar, po i ka përcjellë informacionet e vazhdueshme, nëse e ka ditur që një ekip i gazetarëve ndërkombëtar ose një ekip i diplomatëve të huaj është një zonë saktune, ata e kanë maskuar atë zonë, i kanë dalë luftimet, janë mundu të tërhiqen për të dhënë përshtypjen sikur në Kosovë nuk po ndodh asgjë. Dhe ne të zhdashtur, gazetarët e Kosovës, që të bëjmë punën tonë, t'ja vërtetojmë të kundërtën asaj çka mundoi armiku ta fshihte. Pikërisht që po në fakt diçka shumë e mirë që e keni bërë dhe po ashtu siç e përmend edhe ti, do thotë gazetaria është pak e vështirë më realizu sidomos në rrethana lufte, por siç thuhet një gazetar i mirë, një popull i mirë informuar. Zotëri Fadel, unë kisha dashur me u ndal pak, do të duke qenë se edhe jemi në fund të bisedës, një mesazh nga ju qoftë sa i përket mësuesve, nxënësve të sotëm, por po ashtu edhe gazetarëve, duke qenë se këto misione dhe i keni përfunduar. Para se të përfundoj, dua të falenderoj familjen Gegaj, familjen Berisha, në cilat na kanë mirëpritur dhe të cilat kena punu dhe kena jetu gjatë kohës luftës me redaksinë e Kosova Presit dhe Kosovës Lirë, sepse ndihma tyne, përkushtimi tyne për të na ofruar gjithë ato mundësi që kishin, ka qenë një ndihmes shumë e madhe për neve, mirë po një motiv që punoj më shumë të fjala e lirë, nësa gazetaria është mision. Kisha lutë gjithë gazetarët që vërtet që duan fjalën e lirë, të vazhdojnë të punojnë për misionin e tyne. E di që gazetaria nuk paguhet
sa do që tjetë paga madhe, është nëse llogaritet me vlerën e punës që e bën dhe misionin që e ka, është e pak. Mirë po të punosh në gazetari do të thotë ta duash gazetarin, ta kesh mision, jo vetëm si profesion. Edhe gazetaria mirë e zhvillon edhe një shoqëri të mirë. Kështu që ju dha kuraja gjithë gazetarëve që të vazhdojnë me përkushtim punën e tyre në çfarë do rrethane, në çfarë do kushte që ato ndodhen. Faleminderit shumë zoti Fadel, ishte shumë kënaqësi që realizuam këtë bisedë bashkë dhe kënaqësi shumë e madhe që i dëgjova rrëfimet dhe sfidat nëpër të cilat keni kaluar dhe po ashtu edhe mesazhet. Faleminderit edhe juve, është kënaqësi që t'i kujtojmë këto rrëfime, sepse ngjarjet dhe historinë do ta mendojmë dhe ta rrafejmë në mënyrë që të mos harrohet, në mënyrë që të mos përsëritet. Padyshim që po, kënaqësi shumë. Faleminderit shumë. Shikues të dashur, ishim pra me zotrin Fadel Bajraktari, i cili gjatë kohës së luftës punoi si mësues dhe po ashtu ka punuar edhe një pjesë si gazetar. Ai riktheu po ashtu edhe sfidat dhe kujtimet që ka nga ajo kohë. Nga Fationa me këtë bisedë do thotë po e përmbylli këtë minutazh e keqshëm dhe po ashtu ju vazhdoni të çndroni me programet e Koha Vizionit dhe shihemi sërish bashkë.